Brikena Selmani dhe Mateo Borri kanë kurorzuar dashurinë e tyre në një ceremoni të veçantë martese brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5, duke dhuruar një nga momentet më të bukura dhe emocionuese të këtij edicioni. Dasma e tyre ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut dhe banorëve, duke sjellë një atmosferë romantike dhe festive në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Çifti u shfaq të jetë elegant dhe plot hijeshi. Brikena, modelja nga Kosova, shkëlqente e veshur me një fustan të bardhë nusërie që i theksonte bukurinë dhe finesën, ndërsa Mateo u paraqit me një kostum të zi klasik, duke reflektuar elegancë dhe seriozitet në këtë ditë të veçantë për ta. Të dy dukeshin të lumtur dhe të emocionuar, ndërsa i drejtoheshin njëri tjetrit me dashuri të sinqertë. Momenti kulmor i ceremonisë ishte kur ata i thanë po njëri tjetrit përpara syve të konkurrentëve dhe ish banorëve të ftuar posaçërisht për këtë event të pranishmit nuk kursyen duartrokitjet dhe emocionet, duke e kthyer këtë ceremoni në një festë të vërtet brenda shtëpisë. Celebrimi i martesës u realizua nga ish banori Kristi Lamaj, një zgjedhje e bërë vetë nga çifti, çka e bëri momentin edhe më personal dhe të veçantë për ta. Ndërkohë, dëshmitar të kësaj dashurie u bën opinionistët Arber Hajdari dhe Monika Kryemadhi, të cilët ndoqën nga afër këtë moment të rëndësishëm në jetën e çiftit. Atmosfera festive u kompletua edhe më shumë nga performanca e këngëtarit të njohur Gena, i cili solli energji dhe muzikë në këtë dasëm të pazakonë, duke i dhënë ngjarjes një dimension të vërtet celebrimi. Në fund të ceremonisë, Brikena dhe Mateo shkëmbyen një puthje të ëmbël në buzë, duke vulosur dashurinë e tyre përpara të gjithëve dhe duke mbyllur këtë moment të paharrueshëm me shumë emocione. Kjo martesë jo vetëm që surprizoi banorët, por gjithashtu la gjurmë edhe te publiku, duke u kthyer në një nga episodet më të komentuara të këtij sezoni. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.